Ashtu siç kishte paralajmëruar disa kohë më parë, kompania ÇEZ Shpërndarje nis ndërprerjen e energjisë elektrike për institucionet buxhetor dhe jo buxhetor, si dhe për zyrat administrative të usjellsëve debitor. Sipas një njoftimi të kompanisë, bëhet e ditur se këtyre debitorëve ju la një afat i arsyeshëm në mënyrë që të shlyenin detyrimet, por deri tani nuk ka padur asnjë reagim nga ana e tyre. Janë plot 82 institucione nga usjellsa, bashki apo drejtori të ndryshme që i detyrohen kompanisë plot $65 milion. Në listën e publikuar nga ÇEZ rezultojnë debitor institucione si Bashkia e Tiranës, së bashku me njësinë bashkiake numër 90, Spitali Universitar Nën Tereza apo dhe Drejtoria e Keshë e Kryeqytetit, ndërsa sqarohet se për usjellsat dhe spitalet do të ketë mungesë të energjisë elektrike vetëm për administratat, duke mos ndikuar kështu në shërbimin ndaj qytetarëve siç janë shërbimi mjekësor apo furnizimi me ujë të pishëm. ÇEZ Shpërndarje shpreh vendosmërinë për të mos furnizuar me energji elektrike asnjë nga institucionet debitor derisa ata të paguajnë detyrimet e tyre. ÇEZ garanton qytetarët se kjo kompani nuk do të ketë dy standarde shërbimi, ku do t'i shërbehet me të njëjtin standard abonentëve privat dhe shtetëror, duke furnizuar me energji ata që paguajnë dhe duke ndërprerë çdo lidhje për ata që nuk paguajnë energjinë. Tashmë mbetet për tu parë reagimi i debitorëve të ÇEZ nëse do të reagojnë pas këtij hapi të kompanisë.